Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e ditës së sotme e mërkur, data 20 maj 2026. Është një ditë që ka një rëndësi të veçantë ku kemi Mërkurin në trekëndësh me Plutonin, një kënd shumë pozitiv për të qenë shumë ndikues, favorizues, ekonomik, financiar dhe rrugtime të këndshme. Përpasur më shumë mendime dhe ndryshime shumë të mëdha, sepse ka të bëjë shumë me një kënd shumë të dobishëm që ka të bëjë me lëvizjet dhe punën tonë, që ka të bëjnë jo vetëm kaq, por nga bëjmë deri gjem qeder, themi nga ndonjëherë, por ky qederi zbulohet një sekret dhe juve dini shumë të pastër si kristali, të drejtë dhe shumë pozitiv në anën tuaj. Duket se ndikon kryesisht dhe pozitivisht të shenjat e binjakëve, peshores, ujori, shiketari, luani dhe dashi në fillim ose dhe diçka të tretë. Ka një ndikim fantastik dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi në lidhje me gjërat që kanë të bëjnë, dhe kjo bën që të ndjeni superior në ato që ka bëhet, superior në ato çështje që ju keni, dhe prandaj është dhe kjo periudhë mjaft e mirë dhe surprizuese për juve. Të shenjave, pra që thash pak më lart, është momenti dhe koha e duhur për zgjidhur këtë çështje. Por para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju